Ka pas rast për shembull duke I bërë bukje dikujt, me të sulmu, kështu me boks për shembull. Personja? Po. Po. Shumë ka ndodhur shumë raste. Bile kam edhe një video në Gjizum, që 4 vetë njonin për man, thash unë do të njerë mi shfaqe edhe këtë video, që me pasi me të vërtet, personi ishte shumë agresiv. Se mashin 4 vetë, mësë me majtë atë 4 vetë, do i keme mësulmu. Thëke nuk e di pse më shtin, thëke me ta më shumë tyje. Bile kum pas një rast, një vajzë si për të lexuar rukje, tha më shloni mua, shloni ta rrehi, tha hoxhen, tha. Thash manja dhe durët edhe I mshesha. Shumë. Si I mshesha pisket kjo. E kështu që edhe në këtë rastin I kam lexuar deri në sapat deri se ka dalë gjithë. Lidha pak e pash një video domethënë, një hoxh, shpëlet pilot domethënë në xhami. Edhe unë pash. Po, pash edhe unë. E ke pa? Po. Edhe thonë ai njëri si karatis, se kemi shohëllës, ojë mund të knue, disa ajete ku thosh, çdo shpirt ka me shiu vdekjen, nuk është? Po kur në sin ai këtë mënyrë. Po, a do të tjera, a thonë ai vetë Afrikë deri këtu mund s'kish s'deportega as me prega më vetë. A do të me kop këtë ke lënë, ti me dorë dhe se ndal këtë. E kam pas një rast që tash ta tregoj në Gjermani. I lexova një personit, ja nisa mi lexo rukje, edhe ai dhe kemi më mshu. Edhe veç ja bësha bismillah, edhe ai bike me njerë. Veç me bismillah. E kam në gjizimin e kam, po, knockout. Muj me talonën me shlu. Veç ja bësha bismillah, bike. Ai hujim bëjke, edhe unë masena dorën, veç javnova në balë, që këtu në balë, edhe I lezojsha Kur'an. Edhe ai u silke rreth dorës tem, zguzeki me prek, ja bëjke. Veç ja masha në balë këtu. Kjo tregon se nuk mundet ai, edhe pse mundohet me mamshu, nuk mundet me mamshu. Si ti përdorësh, domethënë, si lexosh Kur'an, I dobësohet, domethënë, fuqia. I dobësohet fuqia. Intrigat e shejtanit janë dobta. Ama kur është muslimani I pregadit. Kur është muslimani I pregadit, atëherë